Jemi rikthyer dhe tashmë kam mysafirin këtu në studio, Afrim Mustafa, i cili është gazetar, autor dhe publicist, me të cilin sigurisht do të flasim ashtu siç lajmërova në fillim për kohën e luftës, ku ai ka raportuar, por gjithashtu do të fokusohemi tek libri i tij, Bardhësitë e Adeut, një libër shumë voluminoz, i cili ka sjell të gjithë historinë e luftrave të ushtrisë çlirimtare. Më shumë detaje sigurisht do të na tregoj vetë mysafiri në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje juve në studio dhe shikuesit e televizionit Talsat. Një televizion i cili vazhdimisht reprezenton dhe prezanton vlerat jo vetëm të QK-s, por të gjithë kombit shqiptar. Faleminderit shumë. Është kënaqësi që t'ju kem sot këtu pikërisht edhe në këtë ditë të shënuar, një ditë historike për të kujtuar edhe sakrificën të cilët të gjithë ata kanë bërë për të frymuar Kosova dhe gjithë shqiptarët sot të lirë. Ne mendoj që kur nuk do të lajmë borxhin që kemi ndaj tyre, megjithatë paktën të kujtojmë dhe të rikujtojmë edhe sakrificën e tyre dhe të mos e harrojmë kurrë. Kështu që faleminderit edhe një herë. Unë dua që të flasim pak edhe për ju, duke qenë se ju keni qenë gazetar, keni raportuar nga fronti, një periudhë shumë e vështirë për të gjithë shqiptarët, po besoj një periudhë e vështirë edhe për gazetarët të cilët është dashur të raportojnë për njerëzit e afërt, në fakt, her pas here mund të ketë ndodhur edhe për njerëzit e afërt, për popullin e tyre, sigurisht. T'ju pyes një herë, si vendosët që të raportoni pikërisht në atë periudhë të luftës, të jeni gazetar, të dilni në terren dhe të raportoni për çështjet e luftës? Po ka qenë një periudhë jashtëzakonisht e rëndësishme për Kosovën dhe për troje shqiptare dhe për çdo shqiptar kudo që gjenden dhe kudo që gjenden në atë kohë të vështirë. Ka qenë një epokë e cila ka patur plot e për plot tragjedi, plot e për plot vrasje, masakrime, por ka pas edhe anën tjetër krenare, ka pas krenarin dhe lavdinë e asaj kohe, sepse është ngritur si nga dheu, si një bimë e cila kur nuk shuhet e lavdishme ushtria shërimtare e Kosovës, e cila filloi që t'i dalë zot kësaj toke, që të luftoj për këtë tokë që ta shpor armikun gjakatar serb nga të troje dhe të luftoj për ta sjell lirinë dhe për ta sjell pavarësinë e Republikës së Kosovës, një ngjarje e cila mungoi dhe një ngjarje e cila u soll nga lavdia e lavditarëve tanë, jo vetëm gjatë periudhës së UÇK-s, por nëpër dekada dhe shekuj të tërë. Unë kam patur fatin dhe nderin e madh që të jem pjesë të lavdishme së ushtria shërimtare e Kosovës nga thuajse nga ditët e para, nga prilli i vitit 1998, në kohën kur lufta vetëm kishte marrë për masa më të mëdha dhe që e fuqizoi rënja apo epopeja e jasharëve emblematik, epik dhe legjendar në krye me kryekomandantin legjendar të ushtrisë shërimtare të Kosovës, Adem Jashari, i cili shënoi epope, shënoi lavdi, e që do t'jetë lavdi jo vetëm e një gjenerate, por e shekujve dhe lavdi e mileniumeve. Në datën 5, 6 dhe 7 mars, në prag të kësaj rënje, të kësaj embleme të madhe që jemi, praran heroikisht 59 anëtar të familjes emblematike, legjendare dhe të papërsëritshme Jashari në Prekaz. Ra Adem Jashari me Basën Shaban, ra nëna Sale, ra nëna Zahide, ra Hamzi Jashari dhe gjithë anëtarët e kësaj familje, së bashku edhe me 3 mysafir që ishin nga disa rajone të Drenicës, konkretisht nga Trsteniku dhe nga fshati Llaur që ishte daja e Adem Jasharit Osman Geci. Dhe une, pra, që nga prilli kam raportuar për disa media të ndryshme shqiptare të Kosovës, të shkruar ato që ishin pak a shumë në atë kohë, dhe për media ndërkombëtare, sidomos për Deutsche Wellen, por raportimet kryesore kam bërë në radio televizionin shqiptar të Tiranës, në programin satelitore që ishte atëre vetmja dritare informative për mija apo miliona shikues, jo vetëm në Kosovë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në diasporë dhe në gjithë botën kur gjendeshin shqiptarët. Raportet e mia kanë qenë, jam krenar për atë nder që ma ka dhënë historia, që ma ka dhënë lavdia, që ma ka dhënë madhështoria ushtria shërimtare e Kosovës.
raportova pashtu edhe për gazetën Bujku të Kosovës, që ishte një gazetë e përditshme që dilte në kushte të vështira që zëvendësonte rilindjen në Kosovë, pastaj për gazetën Kobe pashtu në Kosovë. Po ashtu kam raportuar pothuajse çdo ditë për plot një vjet e më shumë për gazetën e çmuar dhe të nderuar, e cila në atë kohë ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm për informimin e popullatës shqiptare, për terrorin serboslav mbi Kosovë dhe për krenarinë dhe për lavditë UÇK-s që ishte gazeta e përditshme Fakti në Maqedoni, me botuesin e nderuar Emin Azemi, që e përshëndes, shfrytëzoj rastin ta përshëndes për punën e madhe që ka bërë. Jo vetëm në atë kohë, por në periudha të ndryshme me gazetën Fakti, por edhe për media të tjera të ndryshme, edhe për gazeta të huaja, edhe nga Prekazi, edhe nga Likoshani, edhe nga Qirezi, edhe nga Glanasella, edhe nga Guri Plakës, dhe në vendbanime të tjera të shumta edhe nga Izbica, ku terrori serb shfaqej. Çdo ditë për paralelisht ushtria shërbimtare e Kosovës nuk ndale së luftuari, së vepruari dhe duke sakrifikuar që Kosova një ditë të jetë e lirë, dhe ajo ditë erdhi në qershorin e vitit 1999, Kosova shlirua përfundimisht dhe u përzu armiku Slavo Gjakatar nga këtë troje për të vazhduar me pavarësinë e Kosovës. Pra, ka dhe shumë çka për të treguar, por unë tregova me pak fjalë ato raportet e mia, e që tani i kam ruajtur dhe disa dhe i kam botuar në vëllime të ndryshme dhe vazhdoj t'i botoj edhe në vazhdimsi të krijimtarisë si me hulumtuese, dokumentuese dhe dëshmuese për luftën e UÇK-s, për luftrat e UÇK-s dhe për sakrificën e shqiptarëve në për dekada dhe shekuj. Shumë e vërtet, në fakt edhe media dhe gazetarët dhe gazetat kanë dhënë një kontribut, sigurisht edhe ato, për shkak se kanë paraqitur me të vërtetë se si është në teren situata, duke dokumentuar sigurisht masakrën që ka ndodhur në Kosovë, dhe besoj që duhet ende të vazhdohet ato dokumente të sillen, të risillen, sepse nuk duhet kur harruar historia. Cilat kanë qenë momentet më të vështira, nga cilat zona keni raportuar më së shumti dhe cilat kanë qenë momentet më të vështira për ju? Unë fillimisht kam raportuar nga një vend që quhej Guri i Plakës, në hyrje të Drenicës, e që ndan në Drenicën me këtë pjesën e fushë Kosovës dhe të Bardhit të Madh, pastaj edhe nga Likoshani, nga Qirezi, nga Glanasella, nga Prekazi, nga Likosi dhe nga shumë vendbanime të tjera, e që isha një moshë të re, 25 vjeçare. Vështirësitë kanë qenë të shumta, por vështirësitë edhe teknike, edhe teknologjike, edhe sigurimi e telefonëve, edhe pse kemi bërë me përpjekje dhe me kontributin e disa vullnetarëve, njerëzve të mirë, por në atë kohë ka pasur telefona mobil, por ka pasur të kufizuar. Vështirësitë kanë qenë edhe udhëtime që kemi bërë në për fshatra të ndryshme, në për vendbanime të ndryshme, sepse dashur të shkojnë nga ky vendbanim në vendbanimin tjetër, dhe nga ai në vendbanimin tjetër. Dhe në këtë mënyrë kemi edhe shumë akte terroriste të serbëve gjakatar, cilët i kanë takuar njerëzit në rrugë, qoftë civil, qoftë edhe luftar të UÇK-s, dhe i kanë ekzekutuar, por ka pasur në fatin që dhe nderin e madh që të shpëtojnë në një farë mënyrë, por jo pa rreziqe, sepse ashtu ishin vështirësitë dhe më datën 5 prill të vitit 1999, derisa ishte me prindrit e mi në shtëpinë time në fshatin e Lezajt Kaçanikut, vritet vëllai im Fatmir Mustafa, vritet barbarisht nga barbaria serbo-qetnike, dhe kurse vëllai im Fadili, luftar pashtu i UÇK-s, plagoset dhe që ishte njëri nga drejtorët e parë që u inkuadrua në Ushtrinë e Lavdishme Shërbimtare të Kosovës. Ka pasur shumë vështirësi, por më shumë se kaq ka pasur krenari, dhe unë nga ajo krenari dhe nga ai vullnet ndjehem shumë i lumtur që kam pasur mundësi ta hedh një guri në murin e madh me emrin e madh dhe të lavdishëm dhe të pavdekshëm dhe të përjetshëm Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Shumë e vërtetë, sepse rreziqet
rreziqet kanë ekzistuar, gjatë gjithë kohës keni qenë dhe ju dhe gjithë, sigurisht gjithë populli në rrezik për jetën, megjithatë vullneti dhe siç thatë edhe ju krenaria ka qenë më e madhe se sa ajo frika e rrezikut për jetën. Në mesin e rreziqeve mos harroj Pa. e nderuara Ilmijet, përmendin një rast që kam pasur me vete fotografi të shkrimtarëve, fotografi të luftëtarëve, fotografi të tani dëshmorëve në xhep këtu dhe kam qenë duke shkuar, duke qarkulluar nëpër Prishtinë në atë rrezik, por u deshke të shkoj të dërgoj informacione qoftë televizionit shqiptar, por edhe ato fotografi t'i dërgoj në vende të sigurta në mënyrë që të ruhen, të dokumentohen dhe të dëshmohen, jo vetëm atëherë, por në vazhdimsi edhe tani që i kam në këtë enciklopedinë Varësitë Adhët. Dhati pari nuk di ka vepru Zoti dhe si fat, sepse më kanë rënë fotografitë që i kisha me komandant Bardhin dhe me bashkëluftar. Komandant Bardhi tani është dëshmor i Adhët dhe ishte në themeluesit të UÇK-s për zonën operative të Nërdimës. Fotografitë më janë shpërndarë në tokë dhe ka kaluar atë një polic serb, apo më mirë të them polic shka, sa ai që vret njerëzve ajo shka, nuk i thuhet në gjuhë të ndryshme. Dhe vetëm fati ka dashur që ai të mos shikoj ka fotografitë, por shikoj kështu me kokën lart, kështu si i hamendur, si i çmendur. Sa për të çmendur kanë bërë ato veprime çfarë kanë bërë. Dhe ky është njëri nga rastet e vështira që mund shndrojë në tragjedi e që do të ishte bon nami, sepse kanë rënë mija e mija për lirinë e Kosovës, por që Zoti ka thënë që të shpëtoj dhe të vazhdoj veprimtarinë time të dokumentimit, të dëshmive dhe të faktografive, të krejt asaj çfarë ka ndodhur në periudha të ndryshme historike, emblematike të UÇK-s, të UÇBBB-s dhe të UÇK-s në Maqedoni, por jo edhe vetëm, por edhe të fakteve dhe dëshmive të tjera faktografike të cilat i kam dokumentuar në veprimtarinë time botuese, që janë tani nuk janë 300, as 400, as 500, as 5.000, por janë gjithsej 43.000 dokumente, dëshmi, Një numër shumë. argumente, faktografi dhe shumë e shumë të tjera madhështi nga shekujt e kaluar, nga kryetrimi legjendar Skënderbeu, nga mbretëresha jone e dashur Teuta, mbretja Agron, e deri te rënja heroike e herojnëve legjendar të epokës e Asharëve, më datë 5, 6 dhe 7 mars vitin 1998, por jo vetëm kaq, deri te rënja e Enver Zymberit për mbrojtjen e sovranitetit dhe tërësisë territoriale të Republikës Kosovës që ndodhi në korrekt vitit 2011 në territorin e Mitrovicës, dhe jo vetëm kaq, por deri te rënja heroike poshtë në mbrojtjen e integritetit dhe sovranitetit të tokave të Kosovës dhe të popullit të Kosovës më 24 shtator të vitit 2023 e qëra për këtë tokë i lavdishmi Afrim Buljan. Pra, sigurisht që dokumentohet e gjithë historia, sepse çdo person e ka bërë atë sakrificën e vet dhe e ka atë vlerën që duhet patjetër të përmendet. Para se të dalim tek libri, dua edhe një pyetje tjetër t'u bëj për sa i përket edhe raportimeve dhe punës suaj si gazetare në luftën e Kosovës. Besoj ju ka rënë rasti që të intervistoni edhe ushtarët e UÇK-s, apo? Patjetër, ajo ka qenë edhe synimi im, edhe qëllimi im, edhe misioni im i kryerjes së asaj veprimtarie, për cilën sa herë them, ndoshta nuk e teproj kur them se kam pasur nderin që të marr pjesë në këtë lavdi. Kam intervistuar thuajse 10 apo 100 bashkëluftëtarë të ushtrisë së lavdishme të çlirimtare të Kosovës, po ashtu bashkëluftëtarë edhe të UÇPMB-s në Kosovën Lindore, luftë e cila u zhvillua më njëherë pas luftës së lavdishme të UÇK-s në Republikën e Kosovës, po ashtu edhe bashkëluftëtarë e pror dhe komandant të 3 luftrave dhe komandant dhe bashkëluftëtar edhe të lavdishmes ushtria çlirimtare kombëtare këtu në Trevën e Maqedonisë, si e pror komandant dhe bashkëluftëtar nga Kumanova, nga Hotla, nga Malina, nga
nga lavdia e Haraçinës që u bë edhe aty një epopej, nga Hasan Begu, nga poroji të Togës, nga Gostivari, nga Tanusha e Gostivarit kur ra heroikisht për të mos vdekur kurrë, Tahir Sinani me bashkëpunëtarët e tij, dhe nga Hasan Begu, nga Tanusha pra, nga Llaca dhe nga vendbanime të tjera. Tu mund të përmendi intervistimin që kam bërë, që ishte interesant edhe për atë kohë, edhe për këtë kohë me Beqir Mehën nga Prekazi, që është vëllai i të lavdishmit heroj të rënë në vitin 1981, më 13 maj në luftë të pabarabartë me slava komunistët dhe policinë atëhershme, regjimin atëhershëm i cili ishte gjithmonë kundër shqiptarëve, Tahir Meja që ra aty në Prekaz duke luftuar me ta. Pastaj Beqir Meha është vllai i tij që kam intervistuar drejt për drejt në luftën e UÇK-s, e që Beqiri bie për të mos vdekur kurrë pastaj në prillin e vitit 1999. Kam shkruar dhe intervistuar edhe plot për plot të tjerë, por do të përmendim me këtë rast sepse unë kam lëvizur, vepruar dhe bashkëvepruar dhe raportuar edhe nga zona të tjera, siç është zona operative e Nerodimës, nga Reçaku, i cili jeton dhe u bë sensibilizues nga Gjaku që u derdh në Reçak, me plot e për plot komandant me dëshmorin Skënder Salihaj, që ra ndër të parët në komunën e Shtimës. Pastaj kam zhvilluar intervista të shumta, disa të cilat po i përmend, me njërin nga themeltarët e ushtrisë ligjore të Kosovës për zonën operative të Nerodimës, Çamili Lazi, një njeri me shumë vlera, një ish i burgosur politik, një veprimtar, një adhetar që ndihmoi Kosovën jo vetëm si luftëtar dhe komandant i UÇK-s, por edhe më përpara si njëri nga misionarët e tubimit edhe shpërndarës edhe të ndihmave dhe të këshillit të financimit në komunën e Kaçanikut dhe Mëxhel. Dhe midis intervistave me komandant Bardhin e kam edhe një intervistë e cila është për plot 63 minuta, pra më shumë se një orë, e që kemi zhvilluar në vit të frontit në fshatin Ivaj të Kaçanikut, ku ishte shtabi i lokal i brigadës 162 me emrin Agim Bajrami të UÇK-s, që Agim Bajrami ishte pashtu themelues i kësaj brigade, por që ra më datën 10 gusht të vitit 1998 në kabricën heroike të Kaçanikut, ku ran Agim Bajrami, komandant Zefi, pra besnik Veca, që ishte një sportist i njohur, si dhe aktori i mirënjohur i asaj kohe, Gjeladin Kurtaj, i cili ishte njëri ndër aktorët më të suksesshëm që e kam njohur personalisht dhe kam pasur shok në Universitetin e Kosovës, përkatësisht në studin e aktrimit të profesorit të nderuar Enver Petrovci, i cili thuajse çdo herë apo çdo vit apo çdo përvjetor të rënies së Gjeladin Kurtajt me bashkëpunëtarët ka derdhur lot, por ka thënë që ja që unë jam shumë i fortë, por nuk po mund të duroj për shkak të dhëmbëve, sepse kemi humbur një aktor të jashtëzakonshëm. E kur jemi te realizimi i intervistës me komandant Bardhin, kjo do të bëhet një dokumentari interesant dhe një dëshmi e veçantë e lavdisë UÇK-s, dhe për këtë jam duke punuar, sepse aty ka shumë rrëfime, ka shumë informacione, ka shumë biseda që kemi bërë me komandant Bardhin nga ora 1 pas mesnatës, se ditës së re, të datës 6 mars të vitit 1999 në fshatin Ivaj të Kaçanikut, dhe kemi vepruar deri në orën 4 apo 5 mëngjes. Kuptohet se incizimi ka një orë, por kemi bërë edhe biseda të tjera. Dhe nga aty kam raportuar në televizionin shqiptar të Tiranës dhe kam dhënë mesazhin e veçantë të autorizuar nga komandant Bardhi të deklamor aty për aty se të gjithë shqiptarët kudo që janë i ftoj, ka thënë komandant Bardhi që kanë deciduar që të bashkohen kudo që janë të lavdishmes ushtria shqiptare e Kosovës për ta
çliruar Kosovën për ta bërë vendin tonë të lirë edhe për ta realizuar pavarësinë e Republikës së Kosovës, e cila erdhi si dëshmi e gjakut dhe hakut të dëshmorëve, të 3.000 dëshmorëve të rënë në luftën shërimtare, pra erdhi 17 shkurti dhe kuptohet me ndihmën edhe të faktorëve ndërkombëtar me krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila na ndihmoi për të çliruar, ndihmoi Kosovën për të çliruar, ndihmoi shqiptarët e Kosovës, e ndihmoi popullin e Kosovës për ta fituar lirinë dhe pavarësinë dhe vazhdon ta ndihmoj Kosovën edhe në prosperitet dhe edhe në rindërtimin e shtetit tonë që tani për tani jemi duke e bërë pse me vështirësi dhe me shumë pengesa dhe me shumë mungesa dhe me shumë ngadalësi dhe papërgjegjësi të institucioneve tona të përfaqësuar dhe aktual, por të atyre që kanë qenë, që kanë bërë shumë pak, e që s'dua të hyj të flas më shumë, por ky është realiteti, por e lavdishmja UÇK, e lavdishmja UÇPMB, e lavdishmja UÇK në Maqedoni jeton, rron, nderohet dhe gjithmonë dokumentohet. Shumë e vërtet. Shumë shkurt, vetëm në disa fjalë, nëse mund të mi përshkruani çfarë keni parë gjatë intervistave me ushtarët e UÇK-s, çfarë keni parë në fytyrat e tyre, në sytë e tyre, çfarë keni ndjerë në zërat e tyre në momentin që keni intervistuar dhe kanë folur atë? Po, për çfarë kemi parë dhe çfarë kemi ndjerë dhe çfarë kemi vërejtur në fytyrat e tyre, vërtet është kjo një pyetje që kompliment ju jap për që e bëni, sepse kanë qenë fytyrat e tyre kanë qenë të ngrysura, kanë qenë të lodhura, kanë qenë të ftohta në kuptimin e motit dhe por të gjitha fytyrat e çlirimtarëve kanë qenë megjithatë kanë qenë të shkëlqyera dhe kanë qenë të vullnetshme, edhe kanë qenë të lidhura në një betim. Ai betim ishte betimi i ushtrisë të Kosovës se do të luftohet me shkallën e zi deri në çlirimin përfundimtar, jo vetëm Kosovës, por të tokave të tokave shqiptare, por tani që me pavarësinë e Kosovës, ndoshta është ndërprerje përkohësisht, por misioni i UÇK-s vazhdon në bashkimin kombëtar, në bashkimin e trojës shqiptare dhe bashkimin e mendjeve shqiptare dhe veprave të lavdishme shqiptare. Pra, kudo dhe çdo intervistë që kam bërë me çdo çlirimtar, në sytë e tyre shihej vetëm gëzimi, shihej vetëm lavdia, shihej vetëm nderimi, shihej vetëm zemra e tyre trimërore dhe pushka për ta luftuar pushtuesin gjakatar dhe për ta larguar përgjithmonë nga troja shqiptare, nga Kosova, e që ky qëllim u arrit falë sakrificës, falë lavdisë, falë gjakut të dedhur për lirinë të 3.000 dëshmorëve të UÇK-s, të UÇPMB-s, dhe të UÇK-s në Maqedoni dhe jo vetëm, por edhe nga sakrifica e plot e përplot kontribuesve që bën në për dekada, në për shekuj, nga Skënderbeu, Teuta, Adem Jashari, Adem Demaçi, Latif Berisha, Zahir Pajaziti, komandant Bardhi Agim Ramadani, Ismet Jashari, Kumanova, komandant Teli, Arben Bajrami, dhe plot e përplot cilët për shkak të respektit ndaj kohës së emisionit tuaj të televizionit Alsat, kësaj radhe nuk do t'i përmendim sepse duhet shumë kohë, por gjithë ata janë të përmendur brenda kopertinave të enciklopedisë gjithëkombëtare Bardhësita Dheu. Shumë e vërtetë dhe ne tash do të flasim sigurisht, por para se të hyjmë tashmë tek tema e librit, do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe në pjesën e dytë sigurisht që do të fokusohemi librit, shkëputemi për pak. Jemi rikthyer dhe tashmë do të flasim edhe për librin Enciklopedinë Bardhëkombëtare, Bardhësitë e Dheut, ku flitet për luftrat e UÇK-s dhe sigurisht që janë përmendur të gjithë ushtarët e UÇK-s e gjithë historia në fakt. Më tregoni pak si erdhi ideja për ta sjell këtë libër kaq voluminoz. Ne librin nuk e kemi këtu, por që në fotografit mund ta shohin edhe shikuesit që është një libër vërtet voluminoz, një libër i madh që mbart historinë, besoj, të gjithë UÇK-s. Por ka qenë synimi im si autor që si reporter i luftës së drejt për drejt në për disa zona të luftimeve, të veprimeve, të sakrificës dhe të flimeve në Drenis, në Likoshan, Qirez, Gëllanasel, Prekaz
dhe teguri i plakës e në shumë vendet e tjera, që atë sakrificë, atë nder dhe atë vlerë të papërsëritshme dhe të lavdishme e opinioni gjithkombëtar ja do ton ta ketë të përfshirë brenda kopertinave të një enciklopedie. Kjo ka qenë ideja, ky ka qenë synimi dhe nderimi im, sepse me që isha edhe drejt për drejt në luftën e lavdishme të UÇK-s, po ashtu vepruese në ÇBMB dhe në UÇK në Maqedoni, nuk ka menduar ndoshta se do të arrij atë synim, sepse ne në luftë asnjëri nga luftëtarët, çlirimtarët nuk ka menduar se do të mund të shpëtoj, për s'është ditur a do të shpëtojmë, kush do të shpëtoj apo kush nuk do të shpëtoj, pra sepse kemi rënien e 3000 dëshmorëve dhe herojnë të dheut për këtë ditë. Dhe qëllimi ishte që të gjithë ata që dëshirojnë të dinë për heroizmat e dëshmorëve, të dinë për emancipimin e tyre, jo vetëm ushtarak, por emancipimin e tyre familjar, emancipimin e tyre dhe arsimimin e tyre shkollor, emancipimin e tyre dhe veprimin e tyre në përkohë dhe periudha të ndryshme, qoftë edhe si veprimtar, por gjithmonë në kundërshtim të pushtetit hegemonist i cili kishte pushtuar Kosovën për shumë vite, sidomos nga vitet 90 deri në vitin 99 kur u shpor, por gjithmonë nga e lavdishmja ushtria shqiptare e Kosovës. Dhe prandaj ka menduar që secili që dëshiron të di për historitë, për lavdit, për trimërit, për begatit shpirtërore dhe adetare dhe për flimin e dëshmorëve që të ketë dëshmorët brenda kopertinave të një libri, të një enciklopedie, që tani është jo pse unë e quaj enciklopedi, por ata e kanë quajtur dhe vazhdojnë ta quajnë personalitete të ndryshme të jetës publike, akademike, institucionale dhe gjeneral të luftrave të UÇK-s, por edhe historianë sikurse doktor Jakub Krasniqi, që është kryerecenzenti i kësaj enciklopedie, që është historian dhe njëri nga themeluesit e UÇK-s, e që tani gjendet në një vend që e dim të gjithë që se meriton pas pak tjetë atje. Pastaj Magjistër Bislim Xhirapi, që është edhe ashtu njëri nga kryerecenzentët dhe që kanë folur edhe shumë, general Kudus Ilama, general Shukri Buja, historiani Farush Rexhepi dhe të tjerë. Por qëllimi ishte dhe është edhe më tej që për këta dëshmorë, për këta heroina, për gjithë ata që sakrifikuan dhe u flijuan për lirinë e Kosovës dhe të trojës shqiptare, të dinë edhe shtetet dhe personalitetet e ndryshme të botës mbar, të cilët na kanë ndihmuar në kohët më të vështira për të luftuar, për të çliruar Kosovën dhe për ta formuar, për ta themeluar shtetin e Kosovës, që shteti erdhi nga sakrifica, nga lartësia dhe sakrifica në lartësi, nga sakrifica dhe nga shtetësia e datës 17 shkurt të vitit 2008. Kam dëgjuar sigurisht flitet që edhe libri të futet në rekordin e Guinness për si libri më voluminoz dhe libri më i rëndë në fakt. Si më tregoni pak për këtë pjesë? Po, është ky një synim i cili shpresojmë se do të arrijë, edhe pse ka vështirësi të shumta, sepse këta përfaqësuesit e institucioneve tona ata dinë vetëm të flasin dhe mos keq kuptojmë të them të llomatitin, por unë baj përgjegjësi për ata që flas, sepse kjo është një e vërtet, sepse deri tani nuk kanë dhënë asnjë përgjigje në pyetjen që ju më bëhet tani. Dhe për të bërë libri si libri i Guinnessit, që ka shumë mundësi, por janë disa kushte edhe financiare, cilat për fatin e keq nuk i kemi personalisht, sepse ne kemi një penzion që ata kemi filluar ta marrim së voni, që është shumë i madh thojza, që është 204 euro. Dhe për këtë qëllim kërkohen angazhime me mijëra euro dhe kanë bërë kërkesa edhe të institucionet, por nuk kanë përgjigje edhe të qeveria, të institucionet, edhe të komuna e Ferizajt, banori së cilës unë jam aty, i komunës Ferizajt, për që për fatin e keq kanë premtuar dhe kanë mashtruar dhe kanë gënjur dhe tash është në nderin në fytyrën e tyre të thonë po e të dalë jo, dhe pse ndoshta mund të dalë, po për deri tash nuk ka dalë. Dhe kjo është synimi që patjetër, sepse libri normal
është i botuar në ekzemplar A4, libri kështu i zakonshëm. Kurse në disa ekzemplar, pak ekzemplar, me kushtet tona, por me përkrajnë edhe të pak donatorëve, i kemi botuar në formatin A3, apo më mirë të themi që ata ekzemplari kanë nga 18 kg. Pra është një libër i jashtëzakonshëm, por më i jashtëzakonshëm është për shkak të peshës që ka, për shkak të vlerës, së vlerësuar nga të tjerët, për shkak të njerëzve të cilët aty që janë prezentuar rrezatojnë gjithmonë vlerë dhe rrezatojnë gjithmonë derë. Të shpresojmë se do të arrihet ky qëllim, por presim edhe përkrajnë edhe të qeverisë aktuale të kryeministit Albin Kurti, cilin e përshëndesim, por kërkojmë publikisht që të na përgjigjet, sepse deri tani nuk është përgjigjur përkundër kërkesave që kemi bërë të vazhdueshme. Kemi bërë kërkesë edhe presidencës aktuale, Vjosa Osmani, nga e cila po ashtu nuk kemi marrë përgjigje, që është një turp i madh, kurse ajo është një grua shumë e suksesshme dhe shumë e nderuar në Kosovë, dhe shpresojmë të jetë në të ardhmen mirë, po nëse nuk përgjigjet për këtë libër që është i pari, i vetmi i këtij lloji dhe me një prezantim të tillë, gjithë përfshirës, gjithë prezantuese, gjithë kombëtare, të cilën e kërkon bota për ta pasur, atëherë nuk di se çfarë të themi, por ja lëm opinionit edhe juve, edhe mediave që në raste të caktuara të pyesni këta personalitete ose presidenta ose kryeministin Albin Kurti, kryetaren e Kosovës, presidenten Vjosa Osmani, kryeparlamentaren Albolena Haxhiu, sepse Kosova po përparan me sensibilizimin e femrës së shkolluar dhe të edukuar. Mirë po, ky libër vetëm sa i ndihmon ata, edhe pse her pas here kërkojnë ndonjë libër, këta ndonjë ekzemplar për ta blerë për interesat të tyre, në fakt kjo është bërë për interesat të tyre dhe të gjithë shqiptarët. Sigurisht. Sepse aty mund të kesh burime, mund të marrësh burime të shumta të ndryshme, thash jo 4.000 as 5.000, por janë 43.000 fakte, dëshmi, argumente, fotografi dhe shumë të tjera madhështi, disa shekullore të atë dhe oton. Sigurisht, kjo është shumë e vërtet në fakt, sepse unë e përmenda edhe në hyrje, lufta për liri, sakrifica që është bërë për liri, nuk është vetëm për të mbetur në kujtim, është për një përgjegjësi. Pra lufta dhe sakrifica që është bërë, tashmë është përgjegjësia e tyre që kanë vazhduar, sepse liria fitohet, liria mbahet dhe sigurisht për të përparuar edhe vendin duhet që të kenë përgjegjësi ata të cilët e kanë marrë tashmë në dorë. Por jo vetëm me fjalë. Po, sigurisht, ajo nuk diskutohet, duhet vepra. Ne, UÇK si kemi parë vepra, kështu që duhet në vazhdimsi sërish të shohim vepra dhe jo vetëm fjalë. Kam marrë fjalë dhe i tash shumë fjale, shumë premtime, besa të them, libri ka 1841 faqe, kaq, kurse që faqe janë bërë edhe nga kërkesat e mia që i kam bërë të protokolluara në institucionet tona, qoftë në komuna, qoftë në ministri, qoftë në dikaster, qoftë në institucionet të arsimit privat dhe të tjera, dhe të Universitetit Prishtinës, të Kosovës, dhe do më thonë, gjitha janë të arkivuara në arkivin tim personal, në fonotekën time të Enciklopedisë Gjithëkombëtare Barsita dhe timen si autor dhe si veprimtar që jam vlerësuar dhe i falenderoj gjitha ta edhe për vlerësimet edhe promovimet edhe nderimet e sidomos punën më të mirë, punën më të mbarë dhe më të çmuar e kanë bërë mediat e ndryshme, të cilat i falenderoj përzemërsisht dhe ka shumë të tilla i falenderoj, i përmenda disa, po e përmend gazetën Epoka e Re, e cila tani nuk del për vetëm online, që ka luajtur në një rol të jashtëzakonshëm edhe media të ndryshme dhe gazeta. Sigurisht. Fakti edhe gazeta e Bashkisë Islame në Republikën e Maqedonisë, edhe televizioni juaj Alsat, ku jam për të disotën herë them, mysafir kurse në prononcimet apo prezantimet e mia dhe të enciklopedisë Barsita dhe të librit tim që s'është imi, është juaj edhe gjithë shqiptarëve. Sigurisht. I keni bërë edhe në forma dhe në mënyra të shumta, të tjera përveç intervistave, si kurse kjo që për mua është një bashkëbisedim i çmuar dhe ju jam falendërues.
Patjetër, edhe ne mediat kemi përgjegjësitë tona, sigurisht. Nuk është që përgjegjësitë vetëm i përkasin institucioneve apo njerëzve të caktuar, të gjithë kemi si popull, kemi përgjegjësi për të bërë, qoftë mediat, qoftë edhe personat fizik, individët. Libri në fakt ka një peshë fizike, sigurisht është shumë i madh, shumë voluminoz, ka peshë fizike, por që më rëndësishmja është pesha emocionale dhe historike në fakt që mbart libri, kështu që unë shpresoj që ta marr vlerësimin që duhet dhe të jetë aty ku duhet edhe libri. Për fund t'ju pyes sa kohë ju desh për ta realizuar të gjithë këtë libër, sepse di që vite, domethënë, keni filluar një herë me disa dokumentime dhe më pas derisa ka ardhur edhe përfundimi. Ndoshta ajo koha që po e tregoj para juve ekskluzivisht dhe sigurisht që është e madhe, por ndoshta keni qenë e lindur ju Ilmia, ndoshta s'keni qenë e lindur. Sepse i ka kjo punë dhe kjo veprimtari dhe kjo iniciativë në flakët e luftës të ushtrisimtarit të Kosovës në vitin 1999, drejt për drejt nga fronti, ku kam mbledhur shumë fotografi, shumë dëshmi, ku kam takuar shumë bashkëluftëtarë që më vonë ranë në altarin e lirisë. Pra i ka kaluar 25 vjetë, po themi 24, sepse librin konkret, enciklopedinë Varësita Dhëllë, kam nisur ta shkruaj dhe të kam filluar ta përgatis pas mbarimit të luftës së lavdishme të ushtrisë çlirimtare kombëtare këtu në Maqedoninë e Veriut dhe pas bashkëpunimit me familjen Jashari, cilën e përshëndes dhe jemi në përvjetor të kësaj familje emblematike dhe Bazari Fatma ka bërë një nder të madh që më ka pritur dhe mirë pritur, duke çmuar lart veprimtarinë time dhe librin tim dhe duke kërkuar publikisht edhe në takim që ta financojnë dhe duke kërkuar me ngulm që ta financojnë këte botime dhe këto botime të enciklopedisë, të cilat nuk ndalin dhe shpresojmë edhe ti përkthejmë dhe pra 24 vjet, 25 pa ndalshëm deri në ditët e sotme dhe tani nuk po ndalemi sepse synimi im si autor është që libri përveç të ribotohet, përveç që t'ju shpërndahet gjitha familjeve dhe dëshmorëve që ju kam premtuar, por nuk ka mundur të realizoj sepse institucionet tona nuk kanë ndihmuar asgjë deri tash. Të shpresoj që do të adhurojmë nga një, por nëse na ndihmojnë institucionet tona, dhe të shpresojmë se librin do ta përkthejmë edhe në gjuhët e ndryshme të botës, si në anglisht fillimisht, gjermanisht, italisht, spanjollisht, kroatisht, maqedonisht, pastaj edhe në gjitha gjuhët e botës, arabisht, që ta njohin historinë sigurisht. Që ta njohin historinë tonë të lavdishme disa shekullore të ardheut tonë, dhe që ta njohin edhe lavdin, por edhe që ta njohin edhe përkrajnë e tyre që janë përfshirë në këtë enciklopedi, sepse libri fillon me lavdit gjithkombëtare, në krye të cilëve janë 3000 dëshmore dhe dëshmorë të luftrave të UÇK-s, mirë po përfundon me 47 presidentët Amerikan, nga i malli George Washington dhe te ky më i riu Donald Trump. Kjo është bërë në shenjë nderimi, në shenjë lavdije, në shenjë përkushtimi, për kontributin e madh të paharrueshëm dhe të pazavendësueshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si miku më i madh i Kosovës dhe i gjithë shqiptarëve, jo vetëm vitin 1999, 98-99 dhe 2008 kur u shpall pavarësia, por që disa shekuj, apo të themi që mbi 100 vjet, e që ky kontribut falë mirësisë nderit amerikan dhe falë respektit ton, vazhdon edhe në ditët e sotme, edhe në këto momente kur po flasim. Sigurisht. Për fund, shumë shkurt, një mesazh për të gjithë të rinjt, të cilët duhet ta njohin historinë. Po, të rinjt, të reja dhe të rinjt duhet ta njohin historinë, duhet ta njohin lavdin, duhet dinë shumë më shumë për sakrificën e heroinave dhe heroinëve tanë të 3 luftrave të UÇK-s që janë 3000, por jo vetëm, sepse historia nuk fillon dhe nuk mbaron me luftrat e UÇK-s, se ne kemi të rënë që përmendëm herët edhe Afrim Bunjakun në Banjës në vitin 2023 për ta mbrojtur sovranitetin
dhe pavarësinë e Kosovës. Dhe të gjithë ata që e bëjnë këtë, ta bëjnë duke lexuar, duke punuar, duke vepruar, ndërsa kolegët e mi, apo shokët e mi, apo bashkëluftëtarët e mi, kam një kërkesë dhe sigurisht që i përshëndes të gjithë bashkëluftëtarët dhe që i porosis që gjithmonë ta nderojnë UÇK-n, t'i nderojnë çlirimtarët, t'i nderojnë dëshmorët, familjet e tyre, t'i nderojnë invalidët, të lexojnë për ta dhe të dinë se çfarë kanë hequr ata për të ardhur kjo ditë dhe për të ardhur liria për cilën është nderdhur shumë gjak. Por pashtu, përveç që ta kujtojnë historinë dhe ta nderojnë, duhet të nderuar dhe duhet ruajtur secili luftëtar i UÇK-s në Kosovë, i UÇK-BB-s në Kosovën Lindore dhe UÇK-s në Maqedoni, të kujdeset që t'i ruaj vlerat e larta, vlerat sublime të ushtrimtarët të Kosovës, e jo t'i degradojnë ato sikur se ka ndodhur në shumë raste, vjen keq që them, po jo në shumë raste, por në disa raste nga disa individ cilët për interesa tyre vetjake personale kanë bërë gjëra edhe të pahishme, por jo dhe pjesa më e madhe e çlirimtarëve cilët jetojnë në kushte të vështira dhe jetojnë me pensionin 200 euro e kështu me radhë. Prandaj unë shfrytëzoj rastin që ti përshëndes gjithë çlirimtarët, gjithë veteranët, gjithë invalidët, gjithë familjet e dëshmorëve në Kosovë, në Maqedoni, në Kosovën Lindore, kudo që sot ndodhin, dhe ju shpreh nderimet më të përzemërta. Patjetër një mesazh shumë i mirë dhe në fakt edhe ne shpresojmë që edhe drejtësia për luftën që bëri me dinjitet dhe të pastër UÇK-ja të vinë në vend, le të themi të pastrohet edhe emri UÇK-s një herë për gjithmonë. Shpresojmë shumë. Zoti Afrim, unë ju falenderoj. Nuk do të pastrohet emri i UÇK-s, emri i UÇK-s është dhe mbetet gjithmonë i pastër. Prandaj edhe njerëz ata bashkëveprimtarë dhe krerët e UÇK-s që ndodhen në Hag, ata ndodhen me akuza të montuara, me akuza të Serbisë dhe UÇK-ja ka luftuar kundër Serbisë me botën demokratike, me Amerikën. Prandaj shpresojmë se ata së shpejti të jenë të lirë dhe bëjmë apel gjithmonë që çlirimtarët të punojnë dhe të punojmë gjithë së bashku, që ata t'i mirëpresim dhe t'i nderojmë për nderin që kanë bërë gjithmonë, për sakrificën e tyre sublime, bashkë me mijat të tjerë. Sigurisht. Zoti Afrim, faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit Prizma, që ndatë edhe nga rrugtimi yt, nga koha kur keni raportuar në luftën e Kosovës, por gjithashtu edhe që rrëfyet për librin tuaj dhe një falenderim besoj edhe në emër të gjithëve për kontributin tuaj që keni bërë pikërisht me këtë libër, kështu që faleminderit edhe një herë që ishit pjesë në emision. Shumë faleminderit Ilmie për këtë emision dhe ky ishte një nderim për mua, por ishte më shumë se nderim, ishte në vazhdin e promovimeve masive, promovimeve shumë të çmuara të enciklopedisë Bardhësitë e Dheut, që i bëjnë institucionet apo i bëjnë mediat, dhe në këtë rast më keni bërë një promovim të çmuar, por ju uroj përshëndes gjithë teleshikuesit dhe uroj që televizioni Alsat të jetojë sa më gjatë. Faleminderit shumë. Faleminderit.